Të nderuar delegat të kësaj konvente zgjedhore. Tirana, përveç se kryeqyteti i Shqipërisë, ka një rëndësi të veçantë, sepse përfaqëson vendin ku lindin e rriten aspiratat dhe ëndrat tona për një të nesërme më të mirë. Lëvizja Socialiste për Integrim, forca që mbart besimin ton politik, qëndron me thjeshtësi dhe vendosmëri pranë qytetarëve, duke u kthyer kështu në partinë e çdo shqiptari. LSI qëndron tashmë si alternativa politike që përfaqëson vlerat më të mira të social-demokracisë në Shqipëri dhe mbështetet fort në parimet e pjesëmarrjes, barazisë gjinore, meritokracisë, transparencës dhe votës së lirë. Demokracia e brendshme dhe kolegjaliteti në marrjen e vendimeve janë tregues të qartë se LSI forcohet sepse zbaton në mënyrë rigoroze dispozitat statuore dhe i jep jetë zërit të çdo anëtari në zgjedhjet e brendshme dhe në marrjen e vendimeve politike. E gjitha kjo në kuadër të përmirësimit dhe të progresit. LSI vazhdon të rritet dita ditës, sepse gjen gjithmonë më shumë mbështetje tek qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, të cilët shikojnë tek LSI një shans për gjithë shqiptarët, në mënyrë që të arrijmë integrimin evropian të vendit sipas standardeve më të mira. Të rinjt shqiptarë shikojnë tek LSI një shans për të pasur një sistem edukimi më cilësor dhe më tepër mundësi punësimi. E ardhmja jonë mban vetëm një emër, Shqipëri. Qytetarët mbar shikojnë tek LSI një shans për të pasur më shumë vende pune, të mirë paguar dhe të sigurta, më shumë shërbime dhe politika të prekshme. Shohin një shans për zhvillimin e ekonomisë dhe krijimin e klime pozitive për biznesin dhe familjet e tyre. LSI është një forcë progresiste që punon për qëndrueshmërinë, për zhvillimin e dialogut, për të rritur frymën e bashkëpunimit, për të ndërtuar e zhvilluar një shtet të së drejtës social e demokratik. Në qëndrojmë krenar e të vetëdijshëm për historinë e popullit tonë, duke besuar fort tek një ardhme më e mirë. Të dashur miq, unë besoj fort se me 18 qershor çdo njësi administrative e Tiranës do ta nxjerrë LSI-n forcë të parë politike, sepse Tirana jonë nuk mund të ecë si një qerre. Të gjithë së bashku ne do ta kthejmë Tiranën në lokomotivën e madhe që ecën më shpejt në shinat e duhura të zhvillimit dhe të rinj do të jenë energjia e këtij suksesi. Dikur në këtë sallë është thënë se rinia është dielli që do të lindë nesër, por ne sot e themi këtu dhe me bindje se dielli i rinis ka lindur dhe ne zona lëm kur të perëndojmë, sepse e duam Shqipërinë të ndriçuar. Për këtë arsye, unë jam i bindur se LSI dhe Ilir Meta do të jenë të parët, sepse LSI dhe Ilir Meta mbështesin më shumë se kushdo tjetër rinin, duke u hapur mundësi qindra e mira të rinjve për të bërë pjesë e politikbërjes dhe vendimarrjes. 18 qershori do të jetë LSI, sepse LSI do të thotë të integrohesh, do të thotë të qëndrosh pranë qytetarëve, do të thotë të jesh pranë tyre dhe të besosh se ti mundesh. LSI është forca politike që përfaqëson strukturën dhe përmbajtjen, jo fasadën dhe reklamën. 18 qershori do të jetë Ilir Meta, sepse Ilir Meta do të thotë tolerancë, thjeshtësi, bashkëpunim, progres dhe stabilitet. Ilir Meta është burri i fjalës së vëllë dhe të fjalës së mbajtur. LSI dhe Ilir Meta përfaqësojnë në politikën shqiptare zgjidhje dhe jo zgjedhje për një ngërç politik. Për ta mbyllur, dua t'ju citoj fjalët e Robert Kennedy, që lidhen fort me filozofinë fituese që ka LSI-ja, lëvizjen rinore për integrim. Kjo botë kërkon cilësitë të rinjve, jo si një kohë të jetës, por si një gjendje të mendjes, një temperament i vulletit, një cilësi e imagjinatës, një epërsi e guximit ndaj ndruajtjes, e oreksit për aventurë mbi dashurinë për gjërat e lehta. Tani ju lutem një duartrokitje të fortë, aq sa të tundet pallati i kongreseve, siç do tundet më 18 qershor, politika e vjetër e arrogancës, konfliktit dhe retorikës boshe për t'i lënë vendit të një vizioni të ri, politikës për qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, politikës si një shansi për gjithë. Ju falenderit.